Nuk ka kundërshtar as për Teutën që arrin të mposhtë pastër në Niko Dovana luftëtarin e Edi Martinit në këtë javë të 15 të Superligës. Kanë mjaftuar vetëm 2 gola, me autor Daniel Xhafën që bën sakt detyrën, duke i dhuruar skuadrës së tij 3 pikët ose e thënë me fjalë të tjera fitore mbinse. Shfaqen kërkues vendasit që tentojnë maksimumin në shtëpinë e tyre përballë Gjirokastritëve, të cilët momentalisht po vuajnë në presionin e djemve të detit. Përpiqen her pas here vendasit në gjysmëfushën e rivalëve, por konkludimi nuk përmbush pritshmëritë, të paktën për momentin. Minutat kalojnë dhe reagimi i luftëtarit është thuajse inekzistent. E përpasoi kjo situatë favorizon Teutën që e ka 8 të thjeshtë të deportojë në defensivën e miqve, por pa mundur të realizojë ende. Kaq mjafton për këtë pjesë të parë ku të dy rivalet kthehen në dhomat e zhveshjes me llogaritë e hapura, pa fitues momental ndonse Teuta qëndroi më lart në lojë. Me rikthimin në fushë shtohet presioni nga vendasit që kërkojnë me do e mos zhbllokimin e rezultatit. E pikërisht vjen edhe momenti shumë pritur. Në të 54-ën Daniel Xhafa realizon golin e parë duke zhbllokuar ngërçin që i jep krah vendasve për të qenë dominues edhe në rezultat. 1-0 dhe gjithçka zhbilancohet për formacionin e Edi Martinit që pëson goditjen e parë konkrete në këtë takim. Reagimi i Gjirokastritëve nuk është në lartësinë e duhur, e përpasoj minutat në vijim janë vetëm agoni për ta. Nga ky fakt përfiton sërish Teuta që godet për së dy rivalët. Daniel Xhafa në të 80-ën arrin të realizojë dobjetën e tij personale në këtë sfidë, duke dyfishuar kështu e përsin që i çon vendasit të qetë drejt fitores së merituar. Të dorëzuar përballë rezultatit, miqtë nuk kanë më shpresa për të dalë me pikë nga kjo sfidë. Sfidë e cila mbyllet pas vërshëllimit së kryesorit që vulos përfundimisht fitoren e Teutës me rezultatin e pastër 2-0 dhe humbjen e 2 të radhasi për këtë fazë.